Është jashtëzakonisht shqetësuese formulimi i fjalive dhe jo vetëm kërcënimi që e ka bërë Aleksandër Vulin, që njihet si shovinist në politikat dhe qëndrimet e veta, por ai realisht jo vetëm që ka kërcënuar Kosovën dhe individët, por mbi gjitha ai ka thënë se shërbimet sekrete serbe janë të njohura që kanë bërë edhe më herët veprime të tilla dhe rrjedhimisht ai në një formë ose tjetër ka pranuar se shërbimet sekrete të Serbisë kanë vrarë njerëz në Kosovë dhe kjo kur vjen për një njeriu që është Vulin, i cili për një periudhë caktuar ka qenë edhe shef i BIA-s, shërbimit sekret të Serbisë, por po ashtu ka qenë edhe ministri i mbrojtjes, ministri i brendshëm, pra gjithmonë në aparatin shtetëror të sigurisë, është një dëshmi e cila do duhej të alarmonte diplomacinë në Kosovë dhe të alarmonte pastaj edhe diplomacinë ndërkombëtare, sepse Vulin e ka inkriminuar veten dhe shërbimin serb të sekret për vrasjet që ka ndodhur edhe më herët. Është e qartë se Serbia si mashë e Rusisë do të vazhdojë edhe më tutje të sillet papërgjithshëm dhe të tentojë ta shfrytëzojë cilëndo situatë që i vije në dorë për ta destabilizuar Kosovën dhe për të kërcënuar Kosovën dhe qytetarët ose individët, duke përfshirë edhe leadershipin e shtetit. Kjo është një prej dëshmive publike se shovinizmi, sikurse është ai i Vulinit, nuk është i izoluar, pra është mentalitet shtetëror dhe shoqëror atje. Sektori i sigurisë në përgjithësi do duhet të rrisë vigjilencën, do duhet të rrisë nivelin e përgjithshëm të gatishmërisë dhe të rrisë komunikimin me partnerët ndërkombëtar, parazysh me SBA-n dhe NATO-n, normalisht edhe shtetet e rajonit. Po nuk është befasuese kur kjo deklaratë vjen prej një antishqiptari. Edhe pak a shumë kjo është, ai ka shpreh dëshirën e vet, po jo vetëm ti, po edhe të establishmentit politik në Serbi. Po e mira kësaj pune është që nuk kanë kurrë mundësie për me jetësu ato që ka thonë ky Vulini, marr parasysh se BIA nuk është Mossad, edhe Serbia nuk është Izrael, sepse po të ishin këta moti veç do e kishin bë këto se nuk e kanë lënë pse ju ka ardhur keq, apo pse kanë prit, do të thotë që një kohë më të mirë, po mundësia e tyre për me bë diçka të tillë është zero dhe për këtë arsye ta shprehin dëshira. Mbi këtë bazë nuk janë të rrezikshme, mirë po këto vetëm e shpërfaqin këtë natyrën ekstremiste, nacionaliste dhe shoveniste që ka establishmenti politik në Serbi.